Problemi jonë që kemi ikur larg Shqipërisë nuk është problemi se s'është i bukur Shqipëria, se s'ka vende të bukura, s'ka pejzazhe të bukura. Armiku numër 1 është kontrolli i drejtësisë, kontrolli i shërbimeve publike, kontrolli tatimor, që nuk janë të pavarura. Në çdo vend të Europës të jetosh, punësimi numër 1 i shtetit është që drejtësia njërë do t'jetë e pavarur. Jo të ketë frikë një prokuror që të thrasi Edi Ramën ose kryetari Spakut që të thotë ku gjithë këto parati, zotëri. Sepse pse është kryeministri? Edhe çfarë do të thotë se është kryeministri? Hajdut është hajdut, çfarë do që tjetë, nda që i varfër, nda që i pasur. Kriminel është kriminel, nda që i pasur, nda që i varfër. Çfarë do të thotë kjo? Sepse është kryeministri ka drejt bëjt çfarë të dojë. Jo vetëm Edi Rama, po dhe Sali Berisha dhe Fatos Nano, gjithë kryeministët që kanë kaluar, qofse i Spakut është aq i ndreshëm, aq i ndërgjegjshëm, ku hajde këtu ti Edi Rama? Sa është paga jote mujore? Sa para ke, sa miliarda ke bank? Ku i gjete këto ti? Sekuestrim të tëra. Edhe Sali Berisha, dhe çdo Sali Berisha, dhe çdo kryetari bashkie, dhe çdo, qofse ai është i saktë. Çka do të thotë ka imunitet Balluku? Çka do të thotë ka imunitet? Kush e dha të drejtë? Pse unë mos kem drejt të kem imunitet? Pse është qeverisë? Apo jo? Pse ti kur vete që ke vjedhur 5 euro, 10 euro, 10.000 lek, bën 2 muaj burg, 3 muaj burg, pritër ti. Ai 10 miliarda edhe ka drejt bëj çfarë të doj. Me çdo drejt. Prandaj përzej shqiptarët nga Shqipëria. Prandaj doaj që të përzej nga shqiptarët nga Shqipëria, që të bëj çfarë të doj, kur të doj. Hajde bëj jashtë shtetit këto ti. Ku vajti ai Sarkoziu? E ka rënë Trudeau tani dhe do të vinë rradh aty. Uroj që të dalë një kryeminist që t'i ketë atoja të mëdhaja, s'do ta them fjalë se do ma presin videon. E të shikosh ti që të lej, jo pa para, po mos t'kesh të hash. Ti sekuestroj të gjitha. Ty edhe çdo shokun ta si puna jote.